Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, vazhdojmë me porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku na cilëson 7 kategoritë e njerëzve të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së madhështisë dhe fronit të tij. Përmend të katërtën kategori ku e lutim Zotin na bëjë prej tyre dhe të na rrethojë nga të tillë njerëz. Dhe ata dy njerëz të cilët u deshën për hatër të Allahut subhanahu wa taala, u bashkuan për këtë hatër, edhe kur u ndan, domethënë, hatri i Allahut mbeti sërish në vend. Çfarë është dashuria për hir të Allahut për sa i përket besimtarit? Allahu subhanahu wa taala i përshkruan ata besimtarët në Kur'anin e Tij famlar duke thënë se ata besimtarët janë vëllezër. Por çfarë është kjo lloj dashurie dhe kjo lloj vëllazërie për hir të Allahut subhanahu wa taala? Normalisht çdo dashuri ka një lidhje. Ka lidhje të gjakut, lidhje farefisi, lidhje shoqërore, lidhje interesi e kështu me radhë. Ndërsa dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala është ajo dashuri e cila i kalon të gjithë këto kriterë dhe parametra të cilat i përmendin njerëzit në të përditshmën e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur flet për diçka të tillë thotë salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 gjëra kush i posedon e ndjen ëmbëlsinë dhe shijen e besimit, që do të thotë që besimi pra pas ka dhai shijen e vet. E yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që Allahu dhe i dërguari i tij për njeriu të jenë gjëja më e dashur. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ta doj tjetrin vetëm për hatrin e Allahut. Për hatrin e Allahut do thotë mos me pas asnjë interes të dytë. Për hatrin e Allahut subhanahu wa taala do thotë wa idha stansahaka fansah lahu, a kur të kërkoj që ti jesh i sinqert me të ti i tillë. Për hatrin e Allahut subhanahu wa taala kur të kërkoj një mendim, një opinion, një orientim, t'ia japësh ashtu siç e ndjen dhe për veten tënde. Çfarë do të thotë vëllazëria e vërtetë ose dashuria për hir të Allahut? Ajo që na përshkruan profeti alayhi salatu wasalam në një fjalë të tij ku thotë: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Shembulli i muslimanëve në dashurinë, afrimitetin dhe ndjenjat e dëmshurisë që kanë ndaj njëri tjetrit është sikurse shembulli i një trupi të vetëm. Shikoni krahasimin që ka bërë i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam. Si shembulli i një trupi të vetëm, kur një pjesë e këtij trupi ndjen dhimbje për arsye të ndryshme, sprovat e jetës, sfidat e saj, i gjithë trupi e kalon natën zgjuar, pra dhe ndjen dhimbje bashkë me pjesën tjetër të trupit. Të nderuarit e mi, profeti i dashur jetonte si i tillë. I mësonte njerëzit se duhet të duan për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe u përshkruante dhe u thonte: ka prej njerëzve të cilët nuk janë as profet, as shuhada, dëshmor, por profetët dhe dëshmorët në ditën e gjykimit do t'i kenë lakmi. A e dini dhe se kush janë ata? I thanë kush janë ata i dërguari i Allahut, dhe ata janë që janë dashur për hir të Allahut subhanahu wa taala në dynjë. Zoti me madhënitve do u thojë atyre në ditë ku janë ata të cilët janë dashur për hatrin tim në dynjë. Ti vendosi Allahu subhanahu wa taala në vendet e caktuara në atë ditë ashtu sikur sa meritojnë. Të nderuarit e mi, të duash për hir të Allahut subhanahu wa taala do të thotë të ruash dinjitetin tjetrit. Tregohet se sahabiu i nderuar Abu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu dhe Bilalin el-Habeshi, siç e dim Bilal el-Habeshi vinte nga një skamje e madhe, vinte nga një gradë skllavërisë. Dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu dashurinë që kishte për këtë person për hir të Allahut e përktheu në vepër dhe shkon tek pronari i tij Umayya ibn Khalaf dhe i thonë dëshiroj ta blej Bilalin pra për ta liruar. Shikoni maskaraj se si përgjigjet. Ta jap atë Bilalin thot mjep sa dush. Qoftë me më dhënë edhe 1 dirhem apo 1 dinar.
Pra deri maksimum dëshironte ta ofendonte, ta ulte për to. Vllai është ai i cili ta ruan dinjitetin. Çfarë tha Ebu Bekri radiallahu anhu? Ndërsa unë tha pasha Allahun isha i gatshëm, që edhe sikur të kishe kërku 100.000 dinar kisha për t'i dhënë për Bilalin radiallahu anhu. Pra nëse për ty nuk vlen, për mua vlen kështu, madje vlen edhe më shumë se sa kaq. Të nderuarit e mi, të duhesh për hir të Allahut subhanahu wa taala, do të thotë të mos kesh tradhti dhe mashtrim për tjetrin. Por ky është një kriter të cilin ne e kemi me të gjithë. Pra nuk është se dikë të cilin e duam për hir të Allahut dhe dikë tjetër të cilin nuk e duam për hir të Allahut, atë tjetrin në lindë drejta ta mashtrojmë, ta gënjejmë, ta përgënjeshtrojmë ku ta diun gjëra të kësaj natyre. Në mënyrë kategorike jo. Të duash për hir të Allahut subhanahu wa taala do të thotë ti shtosh rradhët e tua me njerëz të cilët do të ndajnë inshallah me ty të njëjtën gradë o Zoti i Madh në xhenet. Dhe për të ndarë gradat e njëjta në xhenet, lipse të kemi shokë dhe miq në këtë dynjë. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allahu xhalla xhelalu thot në Kur'an në di famlar me të vërtetë ata miq të Allahut, Zoti na bëj prej tyre. La khawfun alayhim, nuk ka frikë për ta. Wa la hum yahzanun, as nuk pikëllohen. As nuk friksohen dhe as nuk pikëllohen se çfarë mund të ndodhi atyre në dynjë. Në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala krenohet me ata njerëz të cilët i ruajtën fort këto lidhje. Lidhjet e vllazërisë së besimit. Ka thënë i nderuari Hasan al-Basri rahimahullah, shpesh herë lidhja e besimit dhe vllazëria e besimit ka triumfuar mbi lidhjen dhe vllazërinë e gjakut. Kjo për vetë faktin sepse lidhja dhe vllazëria e besimit do të më ka orientuar gjithmonë për në punët e hajrit, ndërkohë që lidhja e gjakut apo ose farefisnia ka kërkuar prej meje që ta anashkaloj fenë dhe besimin. Të jetosh në këtë dynja, nuk jeton dot i vetëm dhe nuk duhet asesi të jetosh i vetëm, ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam e ka vlerësuar personin i cili jeton me njerëzit, përballon shqetësimet e tyre si musliman më i mirë nga ai i cili nuk jeton me njerëzit. E lutim Zotin xhelal xhelal të na bëjë prej atyre të cilët e ofrojnë këtë vllazëri, këtë miqësi, këtë dashuri dhe e mirëpresin diçka të tillë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya." E ka bë hak dashurinë time kushdo i cili duhet për hatrin tim, pra e don tjetrin dhe duhet nga tjetri për hatrin tim, qëndron me tjetrin, shoqërohet me tjetrin për hatrin tim, viziton dhe shkëmben vizita me tjetrin vetëm për hatrin tim. Profeti i dashur na ka treguar dhe thot, dikur një person udhtonte ndoshta ose kishte një distancë të konsiderueshme për të vizituar një shokun e tij, një të njohurin e tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala i çon në rrugë një melek në formën e njeriu, ku ndër të tjerë e pyeti që ku po vete, thot po shkoj për të vizituar filanin të cilin e kam shok. Mos ke ndonjë interes me të? Jo, do të asnjë interes. Mos ka ndonjë detyrim, ndonjë borxh, asnjë detyrim. Po van thot porse po shkon? Thot vetëm për dashurinë që kam për hir të Allahut për atë person, pra e dua për hatër të Zotit xhelal xhelal, asnjë interes tjetër. Atëherë dije thot se unë jam i dërguar i Zotit ton, pra jam prej me lajkeve, më ka dërguar Zoti me të përgëzuar dhe ty që e ke dash atë për hatrin e Zotit. Nderuarit e mi, shtojni këto opsione të cilat na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe na i ka lënë në dispozicionin ton, shtojni nëpërmjet dashurisë, nëpërmjet sakrificës, nëpërmjet tolerancës, në vllazëri me njëri tjetrin. Lutim ty i madhnueshmi Allah na falë mëshiro, na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam,
na e bëj jetën të lehtë dhe na mundëso Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na e bëj vdekjen të lehtë dhe na mundëso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë vend begat me madhruar madhrinë tënde, na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjarët tanë, të gjithë ata të cilët i duan dhe na duan për hatrin tënd, të bohemi në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما